Momenti që policia ka interferuar që ta parandaloj, sepse dihet mirë, po që se nuk e kishte ndërmarrë policia këtë veprim, atëherë do të rezultonte në veprime në raport me çështjen e aspektit përgjegjësisë disiplinore për ta. Po ata kanë vepruar me qëllim që të parandalojnë që të shkaktohet një pasojë, gjithsesi që të shkaktohet edhe vetë kundërvajtja. Policët rrugor sfidohen nga probleme të shumta në përditshmërinë e tyre. Mungesa e pajisjeve, kushtet jo të mira të punës dhe mungesa e mbrojtjes ligjore, sidomos në rastet kur ata janë të sulmuar fizikisht, vlerësohet si problem serioz në sigurinë e tyre. Këto çështje të sigurisë sipas ekspertëve duhet të adresohen shpejt, për shkak se po rrezikohet shëndeti dhe jeta e policëve. Tashmë ka disa viktima të cilat vuajnë pasojat. Në ulumtimin ton, kemi gjetur edhe një situatë tjetër që për ne është shumë shqetësuese. Një i ri nga rajoni Mitrovicës vdiq pasi u godit nga një makinë në kohën kur ai ishte ndalur nga një veture policisë. Personi sipas raporteve zyrtare po lëvizte drejt makinës së policisë kur u shtyp nga një makinë tjetër që po lëvizte në rrugën drejt Prishtinës, ku zhvillohet shpejtësi e lartë. Ky rast ngriti edhe një hetim të ri krahas hetimit të ngjarjes tragjike, hetim pati edhe për përgjegjësinë e zyrtarëve policor në ngjarjen e aksidentit. Sipas vlerësimit të prokurisë shtetit, jo, ata nuk kanë përgjegjësi penale, gjithsesi në raport me veprimet e tyre nuk rezulton asnjë element i veprës penale. Është çështje tjetër, çështja sa përket trajtimit brendshëm nga ana e policisë, ajo nuk i takon prokurisë shtetit që ta trajtojë. Por në raport me çështjen e aspektit penal, unë kam vlerësuar dhe kam konstatuar që si të tilla veprimet e tyre nuk përbëjnë elemente veprës penale dhe rrjedhimisht çështja penale është trajtuar vetëm në kuadër të veprimet pandere, gjithsesi njëri prej panderëve. Unë mundam me konstatuar që si prokurori Rosit kanë trajtuar tërësinë e kësaj çështje penale, si në raport me mënyrën e veprimit, në raport me për ndjekjen sa i përket sepse aty ka pas një kundërvojtje në komunikacion e cila ka qenë në zhvillim e sipër, ku policia ka interferuar me qëllim që të parandaloj sipas raporteve policore një rast që ka të bëjë me gara në rrugë publike, gjithsesi në rrugë nacionale. Momenti që policia ka interferuar që ta parandaloj, sepse dihet mirë, po që se nuk e kishte ndërmarrë policia këtë veprim, atëherë do të rezultonte në veprime në raport me çështjen e aspektit përgjegjësisë disiplinore për ta. Po ata kanë vepruar me qëllim që të parandalojnë që të shkaktohet një pasojë, gjithsesi që të shkaktohet edhe vetë kundërvajtja. Mandej i kanë ndaluar ato automjete dhe ka filluar procedurën e zbatimit të çështjes së aspektit ligjor në raport me shqiptimin e gjobës kundërvajtëse. Si në këtë rast që prokuria më njëherë atë ditë, gjithsesi atë natë, ka dalë, unë si prokuror kam dalë në vend ngjarjes, kanë ftuar edhe ekspertin e komunikacionit rrugor, në jetën kohë kanë dalë në inspektorati policor dhe të gjitha së bashku kanë trajtuar çështjen në raport me aspektin e vendit ngjarjes, zbulimit provave, marrën pyetje të dëshmitarëve, sigurimit të raporte mjekësore, skicës së vendit ngjarjes, sigurimit të videoinqizimeve, sepse duhet me kuptu, aty ka qenë një automjet që quhet si automjete inteligjente, që në tërësi e pasqyron ngjarjen, rrethanën dhe çështjen. Dhe rrjedhimisht në momentin që kemi siguruar këto prova, kemi vërtetuar faktin se kush është shkaktar i aksidentit, që sipas prokurisë në këtë fazë procedurës penale tashmë edhe është ngrita këtë akuza në raport me rrezikimin e trafikut publik, kemi vlerësuar se është i pandehuri. Prandaj edhe është arrestuar, mandej është paraqitur kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit e kështu me radhë është zhvilluar proceduralisht kjo çështje. Armend Prenishi nga IPK-ja ka hartuar një raport për aksidentin e datës 19 mars në magjistralen Mitrovicë-Prishtinë, saktësisht në fshatin Pestov, ku i vdekur ka mbetur një i ri. Arsyeja pse IPK-ja është përfshirë në këtë aksident ka ardhur pasi në momentin e aksidentit zyrtarët policor ishin duke shkruar një gjobë për personin e ndaluar. Ndalja e veturës së policisë e po ashtu e veturës së të riut ishin në shiritin emergjent të rrugës. Disa momente nga ndalja i riu del nga vetura e tij dhe i ofrohet veturës së policisë afër xhamit të veturës së policisë, derisa po bisedonte me policët ai goditet për vdekje nga një veturë tjetër që ishte në lëvizje. Në lidhje me rastin fjalë, inspektorati ka dalë në vend ngjarjes. Në vend ngjarjes ka qenë prokurori kompetent kujdestar, ka dalë edhe eksperti i komunikacionit, kështu që na gjithmonë kemi qenë koordinim me prokurorin e çështjes që është marrë me rastin fjalë. Ne kemi bërë hetimin në këtë rast, të gjitha të gjeturat që kemi gjetë janë raportuar në prokurori të shtetit, të prokurori, me një raport njoftues që raporti u dorëzuar në prokurori. Nëse ka diçka për prokurorisë, na jemi të gatshëm me marrë veprime shtesë diçka. Tash lënda, si lëndë ka kaluar prokuroria dhe është prokuroria kompetente me dhë
detaje ma konkrete lidhe me këtë rast. Raporti i Preniqit është dërguar tek prokurori i Mitrovicës Muharrem Prekazi, i cili edhe ka ngritur akt akuzë në këtë rast dhe sipas Prekazit, arsye që personi ka pasur tiketat e papaguara të trafikut e kanë shtyr atë të kërkoj edhe marrjen e patent shoferit për personin që shkaktoi aksidentin me fatalitet. Kjo është një çështje që na shta don një trajtim pak më zgjeron. Nga ajo që ne kemi kuptuar mbi bazën e rasteve të cilat ne kemi proceduar, rezulton që një numër shumë i madh e atyre të cilët rezultojnë në raport me çështën e aspektit penal sa përket rrezikimit trafikit publik, kryesisht janë raste që ndërlidhen me persona të cilët kanë gjoba të panumërta ose numër shumë të madh, ku si tillë në mungesë të ekzekutimit të këtyre gjobave, të njëjtit veç se vazhdojnë me ndërmarrë të njëjtin veprim, sepse pasoja në raport me aspektin e gjobave shqiptuar nuk ekziston ose është, më me thonë, në nivele shumë të ulta. Rrjedhimisht duhet pas parasysh se të njëjtit nuk kanë pasojë sa përket veprimeve ndërmarrë në rregullat e komunikacionit rrugor, jo në mungesë të shqiptimit të gjobave, sepse gjobat janë duke u shqiptuar nga ana e policisë. Por ekzekutimi i këtyre gjobave, kjo është pengesa kryesore. A kem bazë ligjore që e rregullon këtë punë të mirë? Nga ajo çfarë unë kam trajtuar, jo nuk ekziston një bazë e mirëfillt ligjore sa përket rasteve kur kemi të bëjmë me ekzekutimin e gjobave në procedurë kundërvajtëse. Kjo në mungesë të një harmonizimi të ligjeve edhe në mungesë të kësaj kornize ligjore, një numër i personave që nuk kanë automjete, gjithsesi pasoja sa përket gjobës shqiptuar nuk ndërlidhet edhe me ndonjë kufizim tjetër, në mungesë të kësaj një pjesë e madhe gjoba të shqiptuar besin të pa ekzekutuar. Rrjedhimisht ata persona pranojnë gjoba, dalin në komunikacion pas një pasojë, pas një pengesë tjetër. Edhe kanë afat parashkrimi? Me njerë dihet sipas ligjit, afati i parashkrimit relativ është 1 vjet, afati i parashkrimit absolut është 2 vjet procedurë kundërvajtëse. Në rasti konkret, unë kam propozuar që ndaj panderit të shqiptohet edhe dënim plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit, pasi që vlerësoj se është e domosdoshme në rrethonat kur kryesi veprës penale, jo vetëm me rastin e kryesjes veprës penale, por edhe më parë ka qenë shkesë kundërvajtës, me cilin rezulton se njëjti si rezultat i veprimeve tina në trafikun rrugor ka kryer kundërvajtje me automjetin cilin i njëjti ka drejtuar. Në anën tjetër tashmë shkaktuar një pasojë që prokurori i shtetit mos të veprojë me qëllim që të parandaloj edhe shkaktimin e pasojave të tjera, gjithsesi që kryesi veprës penale përmes drejtimit të automjetit ka shkaktuar, do thotë, vepra kundërvajtëse, ka shkaktuar vepra penale, rrjedhimisht kam vlerësuar se është e domosdoshme që ndaj të njëjtit të shqiptohet edhe dënim plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit, që është forma me cilën vlerësoj se arrit edhe qëllimi i dënimit sa i përket jo vetëm kryesit të veprës penale, por edhe parandalimit edhe satisfaksionet që në të ardhmen mos shkaktohet veprime të tilla me qëllim që siguria në trafikun rrugor të jetë në nivelin e duhur. Pa dosht me hi në tematik tërësisht me të rastit, po i panderi ka pas edhe gjoba tjera në komunikacion që si tilla në argumentoj faktin edhe sa i përket mënyrës së veprimit të tij në kodër të komunikacionit rrugor. Për çfarë gjobash flasim rrugor? Gjoba kundërvajtëse. Të larta? Po ka gjoba edhe të larta, ka gjoba edhe të ulta, po të njëjtën kohë çështja është më e rëndësishme që e argumenton qasin e të panderit në raport me pranimin e rregullave të trafikut rrugor, sa i përket zbatimit tyre, për të njëjtën kohë edhe pas nëse rezulton shqiptimi i gjobave, se sa ka qenë ky person i vëmendshëm e kuptuar se pasoja shkaktuar ka orë si rezultat i veprimeve të tij në raport edhe me çështjen e gjobës shqiptuar, e cila si e tillë tashmë a është paguar nga ana e tij, sepse nganjëherë ti trajton çështjen në atë rrethon ku ti e vlerëson që sa ky person e ka pranuar gjobën e shqiptuar dhe sa ka qenë i vullnetshëm që i njëjti si rezultat i gjobës shqiptuar ti përmirësoj sjelljet e tina. Ku dihet mirë përmirësimi i sjelljes në kupton edhe në një rrethon kur fillon me respektu ligjin, po edhe e pagun gjobën, po me qenë se ne, siç e trajtuam, nuk kemi mekanizëm për ekzekutimin e tyre të mirëfillt, veç aspekti vullnetar nuk besoj që ka me arrit këtë qëllim. Janë kontë të papagume gjobat? Janë të papagume. Asnjë për gjoba nuk është e pagume. Po për shembull, kur i nal policia dhe e verifikon, e shet që ky pas ka 5 tiketa, edhe që të 5-tat si pas ka pagu hiç, prapë është njëjtë. E morën një shembull të ulët me 5 tiketa. Numri me 5 tiketa është numër shumë, më e thonë, i ulët. Ka numër, do thotë me 150, 150, do thotë numër shumë më të madh të tiketave, por në anën tjetër zyrtar policor nuk kanë një mekanizëm tjetër
me cilin e arrin qëllimin që të njëjtët ose ta largojnë nga komunikacioni rrugor, pasi që ligjvënësin në rastin e përpilimit gjithsesi hartimit të ligjit nuk e ka rregulluar edhe këtë çështje sa i përket aspektit procedurave të ekzekutimit të gjobave të shqiptuara në raport me çështjen e ekzekutimit, pasi që gjoba e shqiptuara të ketë karakterin e plotfuqishëm, mënyra e zbatimit sa i përket ekzekutimit të kësaj gjobe është me disa pengesa që rrjedhimisht një numër shumë i madh të tyre mesin të pa ekzekutuara. Edhe në mungesë së saj zyrtar policor, ata e zbatojnë ligjin, shqiptojnë gjobat sipas shkeljes të cilat e kanë konstatuar se është bërë, por në anën tjetër personi prapë është nesër ose atë ditë menjëherë në trafikun tonë publik. Çështja e aksidentit në magjistralen Mitrovica-Prishtinë është hetuar edhe në një drejtim tjetër. Aty ka edhe një hetim penal në lidhje me dëshmitarët që nuk e kanë folur të vërtetën se çysh ka ndodhur aksidenti. Sipas prokurorit të këtij rasti, i cili kishte dalë në vendin e ngjarjes, thotë se hetimet në raste të aksidenteve duhet me u zhvillu me shpejtësi më të madhe, sepse mundësia e zhdukjes së provave është po ashtu e madhe. Dëshmitarët shpeshherë paraqisin pengesa procedurale, ku edhe në këtë rast njëra nga dëshmitarët ka paraqit deklarim të rrem sipas prokurisë së shtetit dhe është arrestuar për deklarim procedurë penale, ku pasojë edhe ndaj tjetër është ngritur akt akuz për deklarim rrem procedurë. Por si do duhet të zhvillojë një pikë kontrolli në shtetin tonë? Kjo është një dilemë tjetër e madhe. Sa do duhet policët me qenë të dukshëm kur krijojnë një pikë kontrolli, apo duhet të fshehen dhe kur dalin në rrugë për ndaljen e kundërvajzëve në trafik, të rrezikojnë edhe veten e po ashtu edhe personat e tjerë në komunikacion. Janë të përcaktuar me rregullore, me udhëzuese, me ligj, pika kontrollit duhet me qenë e sigurt, pikë spari për policin i cili e ban pikën e kontrollit, për shoferët që ndalen, po për gjithë pjesëmarrësit që janë përfshirë në trafik, duhet me qenë siguria maksimale. Gjithmonë pika e kontrollit me radar, aja ma tepër duhet me lu rolin e preventives se sankcionimit. Nuk është e preferueshme më mshef, do të me dalë në vend ku shihet për një distancë të lartë, edhe do të me kondukshmëria e nivelit të lartë. Nuk guxon në vende ku e rrezikon pjesëmarrësit tjerë, kthesa, natën, zakonisht kur bëhet pika kontrollit natën, do të me qenë e pajisur me drita sinjalizuese, me kone, edhe vendi do të me qenë i ndriçuar. Edhe hapësira ku ndalen automjetët do të me qenë e mjaftueshme.